Pavarësisht spekulimeve nga mediat ruse për një ndryshim të mundshëm në stolin e kombëtares serbe, Federata e Futbollit e Serbisë ka mohuar kategorikisht zërat për largimin e trajnerit aktual Dragan Stojkovic. Raportimet vijnë nga portali rus legalbet.ru, ku gazetari Anar Ibragimov ka pretenduar se ish kapiteni i Serbisë, Dejan Stankovic, kishte ndërruar agentin në nëntor 2024. Dhe se ky i fundit i kishte premtuar se do t'i siguronte postin e trajnerit të Serbisë në një të ardhme të afërt. Portali përmend gjithashtu se Stankovic mund të largohet nga Spartaku i Moskës në fund të sezonit, ndonse është nën kontratë deri në qershor 2026, por Federata Serbe i ka hedhur poshtë këto zora. Zyrtari i Federatës Milan Vukovic ka deklaruar për mediat se nuk ka pasur asnjë bisedë me Stankovicin për një rol në kombëtare. Informacionet për përfshirjen e supozuar të Dejan Stankovic në kombëtare nuk janë të sakta. Ai është një figurë e madhe e futbollit serb dhe gëzon respektin ton, por nuk ka pasur kurrë bisedime për angazhimin e tij si trajner i përfaqësueses, u shpreh Vukovic. Ai theksoi gjithashtu se Dragan Stojkovic mbetet trajner i Serbisë dhe do të drejtojë ekipin në ciklin e rëndësishëm kualifikues për Kupën e Botës, që nis pikërisht me sfidën kundër Shqipërisë më 7 qershor në stadiumin Arena Kombëtare në Tiranë. Ky takim pritet me interes të madh, jo vetëm për rëndësinë që ka në aspektin sportiv, por edhe për ngarkesën historike dhe atmosferën e veçantë që përballjet mes dy vendeve kanë sjellë në të kaluarën. Këto zhvillime vijnë në një moment kritik dhe mund të konsiderohen si lajm pozitiv për kombëtaren shqiptare, e cila po përgatitet për një përballje historike në Tiranë. Turbulencat dhe pasiguria në kampin serb, pavarësisht mohimeve zyrtare, kanë gjasa të ndikojnë në atmosferën e brendshme dhe fokusin e skuadrës së Stojkovicit në një përballje kaq të ndjeshme si Shqipëri-Serbi. Çdo luhatje në stabilitetin e kundërshtarit mund të jetë një përparësi e plefshme për kuqezinjt, që do të kenë të përkrahjen e plot të tifozëve në shtëpi.